si mund ta linim neve ditën sot si kundrapesh me atë çfarë quhet, me opinionin publik. Opinioni publik kemi 3 ditë që thonë s'ka siguri nëpër gjykata. Ke parasysh sa si bëhet biseda, kjo quhet opinioni mendimi Matrix. E thot njëri dhe vazhdojmë që të gjithë. Dhe ngelemi aty, s'ka siguri, po ndërkohë e vërteta është që doli që problemi nuk është se s'ka siguri gjykata. Problemi është sepse Shqipëria është e mbushur plot me banush. Me banush të vjen keq kur është vërtet për të qeshur, po të vjen edhe keq kur e mendon, gjëna, banushi, një pagator i rëndomt, me zor merrte 50-55.000 lekë rrogë, ja maksimumi 60, atje duhet të shikonte detektorin e gjykatës, dhe ndërkohë edhe ato punë e bënte me byth me ndere, se kërcisë të hiç, pa pikën e përgjegjësisë. Di si thoshte banushi? Thoshte banushi, mos thoni sikur se njihni banushin. Në fakt edhe keni të drejtë, sepse kemi gati po bëhen 72 orë, ose më pak, që askush nuk po flet për banushin. Të gjithë po flasin që s'ka siguri në gjykata. Gjykata siguria është në rregull. Problemi është ke banushi. Ky emër fantastik, i keni banush, quhet çdo njeri në rrugët e Republikës që ecën me shpejtësi pa përgjegjësinë e jetës. Banush quhet çdo njeri që të zë kalimin. Banush, Shqipëria është e mbushur me banush. Por çështja është se ky banushi jon, ky Henry Kolpon, ky për një rrogë banale 55.000 lekë, ky do bëj burg, e kuptoni apo jo? Ky është problemi banushëve në Shqipëri. Pra nuk është fare aq e thjeshtë. Pra banushët janë aq të rëndomtë në këtë vendin tonë, aq me shumicë, aq të stimuluar, aq të pandëshkuar, pa dhe nuk ndëshkohen, sa banushi na zbsolli kostot pa parë jetën e një gjyqtari, miliona euro që kishte investuar shteti për atë gjyqtar, miliona euro që do marrin familjarët në shërblim, miliona euro që vjen si rrjedhoi mungesës së tij. Prej banushit të shoko, jo prej mungesës së sigurisë në gjykata. Siguria është kudo, po banushi nuk e bëri detyrën. Dhe më e bukur e disi që thoshte banushja, se aty dilte zëri, do bësh analizën siç e bëj unë nëpërmjet imagjinatës. Dilte zëri, gjona. Banushit i hyri ai, vrasi gjyqtarit, hyri ai. Dhe ja bëri detektori aty piu, edhe banushi aty duke bërë llomotitur me ata njerëzit e tjerë që po bënte shoqëri, biseda ndekte. Mos çka kemi ne. Ore të bëri banush, të bëri detektori si quhet ajo, detektori, të bëri piu. Po pse me kopsa do merrem unë edhe me ripat e qytetarëve, se kanë ripa ata, kanë kopsa, kanë lek, kanë xhetona. Se vriste muçon fare banushi. Pra banushi ashtu kishte punuar gjithë jetën, sepse ishte aty. Banushi, një zot e di. Sepse paguheshe banushi, një zot e di. E kishin marrë një hamal, unë nuk e di, hamal nga ta që kishte më përpara, se tani, e keni parasysh anijet në port, tani ka vinça, ka robot që ngarkojnë e shkarkojnë. Po më përpara ka patur hamenj. Pa të vetë me një gjë që bënte një njeri pa tru fare, po që ishte tru, që ishte njeri, po ishte pa tru, po që ishte njeri human, votonte, kur ishte hamal porti, edhe hamal porti të ishe, e dinjejt se si duhet ta kalon një thesin, e kalon të thesin kshua, i pap me stil, edhe ecte, nuk rënkonte me thesin që kishte në kuris. Banushi se vravi mu qon fare, 1 vit, 2 vit, 3 vit, sa kishte ati që punonte, si u gardhi rinta, si kërciste fare, detektori piu, a i thoshte ecë, se s'do mere me kopsat e brekve të tuaja bëntare. Edhe mire kishte, sepse nuk e kishte trajnuar njeri, nuk e kishte treguar njeri punën, detyrën, banushi si kishte kërcitur, apo mund të ishte edhe pjesë e këtyre gjykatave që zgjidhin vetë rojet, marrin ndonjë roje nga ata njerëzit e tyre që kanë qef ata, edhe që e njohin edhe i bëjnë der, ku merret vesh, edhe gjyqtari nuk ka shumë intelekt, shoko. Gjyqtari, mos valimi ke gjyqtari nuk është ndonjë që ka intelekt të lartë, shumë pak prej tyre i zhvillojnë çështje. Gjyqtarët janë hamenj të papar, shikojnë çështjen, bëjnë punë banale të rëndomtë, bëjnë një punë, si ta them unë të disiplinuar dhe autodidakte, shumë banale, nuk e zhvillojnë çështjen. Gjyqtarët janë mizerje, dhe si gjyqtar që janë ata, qeveria Rama ja u dha të drejtën atyre që ta zgjidhin rojen këtë duan, lekët i kishin, vajtën gjithën banushin. Banushi rinte aty as i kërciste fare. As donte t'ja dinte banushi për piu. Dhe ja ku erdhë. E gjithë kjo na buroi prej banushit. Tani gjithë çështja është që të shkosh ta takosh banushin atje dhe ti thua, "Mo banush si ndihesh?"
Ai tjetri beri vrasjen me vetëdije, të plot, që s'duhet ta bente. E hengri ai burgim të përjetshëm tjetri. Po banushin më ku i shpije mushka me 60 me 55.000 lekë rrogë, të dënohet me burg për shpërdorim detyre. Banushin ku e shpije mushka. Tani juve keni ndonjë zgjidhje për këta banushët në Republikën tonë? O janë banushësh, mbushur Shqipëria me banushësh apo? Por ju shikoni kështu, shikoni të thjeshtë apo banush Koxhaj. Por banush po e themi shkurt. Pra banush ngjitësi emër. Pra si emër që je për të çipin tënd, për Terezin tënde. Ha kupton, e di që je në punë, po zërisht vrasësh mendin për procedurën, zërisht vrasësh mendin për detyrën. Sa njerëz kalojnë atje ajo detektori atje. Dhe të ria i banushit të kontrolloj tani brekët e atyre, ja ke parasysh ti. Bja bëra e piu për 2 kopsa, piu për 2 xhetona. E sore kaloi tha, imagjinoje çfarë kosto na solli banushit pa parë. Na shkatrovi si vend, si republik, një banushë, e kuptoni ja. Rama andej lodhet Rama, menaxhon gjithë botën, menaxhon e gjithë Shqipërinë Ramiu. Banushi këtu na bëri kërdin. Kërdin na bëri, mu në mes të vendit ore, e kuptoni apo jo? Sikur hodhi bombën atomike Banushi. Ai Banushi e shikoni juve, s'ka siguri gjykata. Banushi. Merreni Banushin edhe pyetini, si ndihesh? I luajti fen i luajti, as e luajti te Randeniç. Do rinde të merresh me kopsat e atyre, çfarë merre me procese gjyqësore. Bravo Banush. Për shpërdorim detyre, 2, 3, 4, 5 vjet, jedh Banushi dem, derisa të dalin në pension. Ako, për te kosto është maramendse, kosto vrasja një gjyqtari, ka kostot papar, në miliona euro, kostot papar është një kosto që nuk rikuperohet, ai ishte investim për sistemin e drejtësisë, ishte investim nga shteti, investim nga shoqëria, ishte, a kupton, del njerëj atje që i thonë më vajtje në majtë hundës sot, gjuna po mori gjithë mëkate, thonë njerëzit, të gjithë sistemit të drejtësisë. Unë nuk dua të merrem me këtë gjë. Unë kam thënë më herët, unë jam me mllëfin e qytetarëve. Çfarë ka fejvzo e këta elita që injorojnë komentet e qytetarëve që nxirrin gjithë mllëfin kundra drejtësisë, ata janë njerëzit që kanë përfituar prej drejtësisë. Ata janë njerëzit që gjithmonë kanë qenë të favorizuar prej drejtësisë. Ata nuk janë fare në Terezi. Ata nuk e dinë se si funksionojnë gjyqësori. Unë një çështje kam patur. Një çështje kam patur që më ka ngelur vend gjithë jetën time. Me gjyqtar Gert Hoxha, pa pikën e turpit. Një mediokër i nivelit të lartë. Më thoshte mua, unë me zor shpëtova nga druri atje që më futën druat, më bën të vdekur ata punojnë në sigurisë së Raiffeisenit, me zor ndoqa çështjen, me zor bëra denuncimin se nuk më merrte rajoni numër 3, tallni mbythën ata. E prokuroria ajo çfarë quhet Valentina Ndoj, me njëre hoqi, me njëre, pa i vajtur çështja në zyrë. Ma pezulloj, e unë me zore ndoqa çështjen si një klysh rrugëve, me aq mundësi sa kisha, dhe vetë ke gjyqtari, më dëgjojeni, ke gjyqtari Gert Hoxha, mora dhe vëllai. Ai nuk donte të vinte, pa hajde shikoj një seancë gjyqësore, i thash, pa pikën e turpit, kur nuk e haroj. Në vend unë prisja që të gjinja mbështetje ke ai që më thishte gjyqtari Gert Hoxha, mbajeni mend. Në zyrën e tij më ka thënë pikërisht. Po ti Renaldo, pse vjen këtu në gjykat? Gjykata s'është për këtë punë. Ti edhe me shkollë Renaldo, pra se përse duhet të shkonja unë në gjykat, unë nuk e di, ke parasysh të bëj kitri të vdekur, të beshkop gome, të nxjerrë dhe armën mu në mes të gjithë njerëzve, dhe gjyqtari Gert Hoxha nuk e vrau mu çon fare, kuptoni apo jo? Dhe nuk mbaron këtu. Kur unë vinjat që t'i ktheja përgjigjen rreth pyetjeve të tij, ai më thoshte mua më bënte trysni, presion, mos më bëj grimasa. Pra, ti, kur unë t'i flisja këti lloj gjyqtari, duhet të zinja një pozicion në gjuhë trupi dhe në mimik që t'i vinte ati përmbar. Jo që mos i vinte ati përmbar. Unë ndërkohë duhet të flisja e dëshpëruar se prekesh e ky gjyqtar. Keva si punë e këtij gjyqtari janë që të gjithë. Prandaj nuk ka ardhur keq asnjërit nga njerëzve. E nuk ka pse të vi, por na vjen keq se të gjitha këqijat i mori njëri që si takonte. Se të ngrihen nerva. Gjyqtar, është edhe kryetari i Unionit të gjyqtarëve. Pse vjen ti këtu në gjyq ja bën? E çfarë ti thuash aty? Gjykata s'është për këto punë, por çfarë është për dallaverit e tua është? Po ti je me shkollë të lartë, po se çfarë lidhje ka kë me shkollë të lartë me shkollë të ulët? Një vepër penale ke për detyrë ta gjykosh, ta shqyrtosh. Mos më bëj mua grimasa. Çfarë bëhet? E pastaj thonë, se varja se gjyqtarët janë edhe kështu të paprekshëm, e ke parasysh? Janë paprekshëm, janë jashtë realitetit. Po nëse varja, jemi ke Banushi. Shkroni në një koment aty ke Banushi, juve që se dini Banushi është Banushi. Pra Banushi
Banush quhet çdo njeri nga sot e tutje në Republikën e Shqipërisë që ecën rrugëve në mënyrë të papërgjegjshme, që krijon konflikte në mënyrë të instinktive, që thot pse më shikon. Pra të gjithë janë të banush, ata që bllokojnë rrugën janë banush. Ata që çdo njeri deviant është banush, çdo njeri që flet gjumë është banush, është niveli më i ulët i ndërgjegjjes së njeriu quhet banush. Pra nuk e njeri, pra kur vllai im bënte shkollën në Rumani, edhe më thoshte një gjë të bukur. Në rumunët ja bënte njerëzve me nivel të ulët, i thoshte i kishin një etiketim ata që i thoshte, po s'po e them se ndoshta është dallim fetar, varja. Edhe tani ne në Shqipëri të gjithë njerëzit me nivel të ulët duhet të etiketojmë në mënyrë humoristike. O banush! Po si je o banush? Po çfarë bën o banush? Po të bëfsha o banush? Po si po e kalon o banush? Banush është edhe emri ngjit, është emër shumë i bukur, I luaj i fen banushi. Solli kostot papar financiare. Shkruani komentin aty, po mos u merrni me mua të lutem shumë se unë nuk ndikohem fare nga ajo, se ka disa nga ju që mos u merrni fare me mua. Po u morët me mua keni energjim kohë kot. Po u morët me temën mund të shtoni një çik vlerë vetes, çik vlerë Republikës. Hajt pra, roft kapitalizmi. Keni parasysh juve.